Rrjetet sociale janë një vend ku të njohur dhe të panjohur lëshojnë deklarata fyese, tallse, bombastike, lënduese, therse, poshtëruese. Por në këto komente, a kanë dorë dhe personat publik? Nisur nga një Insta story që Sara Gjordeni ka bërë në Instagram, dua ta flas në gojë të Miletit këto fenomen që flitet, që personazhet publike kanë adresa fake dhe komentojnë atë që kanë inat. Por pa shkuar në ujëra të tepërt, po lexoj atë çka ka thënë Sara në një Insta story. Ore si ka mundësi që mua profilet e gjysmës së showbizit nuk më hapen, më dalin user unavailable, por blog s'ju kam bërë kur. Ka vetëm një shpjegim, thot Sara. Edhe të famshmit kanë profile fake si njerëzit e thjesht, me të cilët shajnë e ofendojnë të tjerët. Këtë bëjnë pa i ditur se llogaria fake është e lidhur me profilin kryesor dhe dalin edhe aty të bllokuar. E duke vijuar më tej ka thënë që s'po flas për profile koti jo, por për personazhe me 500.000 deri në 2 milion ndjekës. Ore ç'bëhet se unë as ju kam ngacmuar ndonjëherë. Ky është reagimi që ka bërë Sara dhe padyshim që ka qenë një reagim që ka zënë vend në portale dhe është komentuar. Por fillimisht do t'jap mendimin tim. Sarën e kemi parë në Big Brother, një personazh pa filtra, një personazh që flet troç, një personazh që kur ka pasur deklarata apo kundërpërgjigje apo dhe akuza për personazhe të tjerë, i ka bërë duke i përmendur emrat atyre në Insta story, në reagimet që ka bërë në Instagram, në kohën që po flasim kur ka dalë nga Big Brother edhe për te i Bigut, të gjitha reagimet publike që ajo ka pasur i ka bërë me emra, me mbiemra aty në Instagram, e me sa duket këta personazhe që kanë komentuar keq për Sarën me një gjuhë vulgare, se për sa kohë kanë adresa fake dhe nuk komentojnë me profilin e tyre, i bie që janë frikacak, burracak, njerëz pa këllqe dhe njerëz që kanë frikë të thojnë të vërtetën, njerëz që fshihen pas një profili fake, njerëz që nuk kanë guxim për të thënë të vërtetën e tyre, njerëz që janë në ekran, por pa pasur një fytyrë dhe pa treguar të vërtetë atë, njerëz që nuk i del inati dhe përdorin llogarit fake për të shënjestruar apo për të hedhur helmin që ata kanë, dhe e dieta që është më kryesorja, njerëz që janë të frustruar, njerëz që nuk janë rahat me veten e tyre dhe që e ngjejnë ngushëllimin në profile fake. Është shumë e çuditshme dhe nuk e gjej një arsyetim se si këto personazhe përdorin llogari fake, pra llogari me emër dhe me mbiemër me një profil falso të rrem, thjesht për të lëshuar dhe për ta bërë ato komentin e keq që duan ta bëjnë në rastin konkret për Sarën, që siç e përmenda, është një nga personazhet që flet troç, është një nga personazhet që nuk i duhet të flasë të vërtetën, edhe pse i ka konvenuar dhe le të themi i ka peshuar në jetën e saj private shpeshherë kjo lirshmëri e saj dhe qiltërsi që ka me audiencën për shumë situata ku është përfshirë, por me sa duket personazhet që e kanë komentuar për gjatë rrugtimit të saj në Big Brother, personazhet që e kanë komentuar dhe pas Big Brotherit, me sa duket nuk kanë pasur këllqe për t'i bërë ato komentet, apo të gjitha deklaratat që i bëjnë, apo i kanë bërë dhe në për studio, por këtë gjuhën e keqe dhe këtë gjuhën e rënd e kanë përdorur duke ju ardhur në dim një account fake, një account falso, për të shfryrë të gjitha të vrerin që kanë me shumë mundësi me informacionet të gabuara, pasi ka pasur një epokë, ka pasur një, le të themi një moment ku drejt Sarës kishte shumë reagime të forta, shumë paragjykime në publik, a mos ndoshta këta personazhet që e kanë pasur inat Sarën, duke mos pasur ajo një njohje personale me të, po thjesht Sara si një imazh ekrani, duke përdorur llogaritë e tyre, mos kanë qenë këta që kanë nxitur të gjithë këtë, le të themi, luftë mediatike që u bë aso kohë duke e paragjykuar Sarën, e tani më që e shikojmë që është një nga personazhet që ka një simpati dhe një mbështetje të madhe të publikut. Kjo gjë vëret edhe në rrjetin e saj, pasi mjetet dhe rrjetet sociale janë një mjet për të parë dhe për të peshuar se sa vlen një personazh, por kur drejt faktit dhe nga ana tjetër, por për të gjithë eksperiencën që ai kishte në ekran në të dyja formatet që e kemi parë,
ka pasur edhe vijon të ketë një mbështetje maksimale nga njerëzit. Pra thelbi që unë dua të ndalen dhe që dua të diskutoj është që këto personazhe, figura publike, njerëz që kanë komentuar dhe komentojnë, le të themi, jo vetëm në aspektin e të qenit ata gazetar, por edhe në fusha të tjera që janë përfshirë në vorbullën asaj kohe kur Sara ka qenë në Big Brother, por edhe përtej Big Brotherit në panele, emisione me tema për Big Brotherin dhe kanë komentuar eksperiencën dhe lojën që Sara kishte. A mos ndoshta duke nisur dhe nga fakti që kanë frikë të tregojnë të vërtetën në një shoqëri kjo se jonja ku zakonisht flitet mirë për tjetrin, lihen shumë pikpyetje dhe nuk flitet aq shumë troç, përdorin këto llogarit fake, këto llogarit falso për të hedhur balt ose për të nisur një lloj, le të themi, zinxhiri negativiteti në rrjet për rastin konkret për Sarën. Por është e çuditshme pasi dhe në storin që Sara ka postuar, thot që këto personazhe, këto llogarit fake i hapin me të dhënat e tyre dhe me adresën e tyre. Dhe kur Sara për shembull i bën blok një profili fake, bllokohet edhe akaunti i madh i këtij personazhi me mira ndjekës, edhe pse Sara nuk i ka bërë blok këtij akaunti, por në mënyrë automatike bëhet edhe akaunti i madh pasi i ka bërë dhe të voglit. Jetojmë në këtë botë pra, jetojmë në këtë botë falsiteti dhe në këtë botë ku njerëzit të shajnë dhe të përlyen me komente denigruese, me adresa falso, edhe kur të kam përballë, dhe kur i kanë të gjitha komoditetet dhe të gjithë hapësirën mediatike, thjesht një story në Instagram me emër dhe me mbiemër për personin që ti do t'i japësh një përgjigje, bëhet krejtësisht viral dhe është një mundësi që të gjithë e kanë, por jo që të gjithë e shfrytëzojnë si Sara, ku përgjatë këtij rrugtimi që Sara vijon të jetë në syrin e portaleve, në syrin e medias, është fatkeqësi pasi kur një personazh si Sara i tregon gjëra të hapur, me emër me mbiemër, ju bën tag në për story që ka bërë atëherë, ju është përgjigjur me emër me mbiemër çdo akuzë dhe çdo denigrimi që është bërë nga këto personazhe, e këta personazhe nuk i paskan këllqet dhe nuk e paskan guximin për t'ia thënë në sy, e nëse e kanë hapur një luftë, duhet ta çojnë në fund dhe të mos përdorin këto fake account, pasi flitet që ka edhe kompani call center që shtojnë pëlqimet, shtojnë komentet pozitive për një artist apo për tjetrin, për një figurë. Pra, po jetojmë në një kohë ku po blihet qendra e vëmendjes, ku po blihet një lloj mbështetje pozitive që ne mund ta lexojmë në rrjetet sociale, pra po blihet një lloj falsiteti që me sa duket nuk që e ka real, për njerëz që janë bosh në jetën e tyre dhe ngushëllimin e gjejnë në rrjetet sociale, në portale, në emisione, por që po i blejnë të gjitha këto, tregon një herë tjetër se sa shoqëri kaotike që jemi, se sa shoqëri toksike dhe nga ana tjetër se sa personazhe artifice kemi në rrethin ton dhe se sa personazhe pa dinjitet, pa këllqe dhe pa guxim për të thënë të vërtetat. Nëse je pjesë e kësaj industrie, nëse shigjeton tjetrin, nëse e komenton, atëherë bëje me emrin tënd, mos e bëj me adresa fake, mos e bëj me adresa falso, pasi kështu nuk i bën dëm tjetrit, por i bën dëm vetes, pasi jeton në një të keqe që nuk të del edhe shfrytëzon këto platforma dhe këto rrjete falso, po qoftë edhe për Sarën, por edhe për të tjerët, për duke mbetur tek Sara, siç e përmenda, është një nga personazhet që pa filtra e ka treguar jetën e saj, e ka hedhur tek publiku çdo detaj për çdo personazh që është përfolur apo jo, pa pasur frikë, ka reaguar ndaj çdo situate ku është përmendur emri i saj, edhe për personazhe që i kanë hedhur balt, e tani më këto personazhe me mijëra dhe miliona ndjekës në Instagram janë të vegjël, fare të vegjël, po kaq shumë të vegjël që përdorin adresa falso për të lëshuar një koment negativ, pasi nuk e kanë këllqet dhe nuk e kanë fytyrën për ta bërë aty drejt për drejt në sytë e publikut, dhe kjo gjë është e shumtuar dhe kjo gjë duhet të marrë fund, pasi kështu helmojnë veten dhe nuk fitojnë asgjë. Duke falendëruar që komentoni këtë video, mos harroni t'i bëni subscribe kanalit ton Koajo në YouTube.